Ishte bërë një kohë gjatë që nuk isha ardhur te Diana, edhe me të drejtën kur më tregon një foto se si I kisha dhëmbët në fillim fare, thash, çfarë është kjo? Trëmba. Po më vjen shumë turp. Po shikoni pak, kjo është inverted, kjo fotoja, edhe kam pas një dhëmbë për fluturim, domethënë ky këtu, po ta shikoni, ky ka qenë në fluturim. Këtë tjetrin e kam pas të mbushur, edhe mbushja ka qenë duke rënë, edhe po ta shikoni është shumë I verdh, edhe si I prishur. Këto tjerët pastaj domethënë kanë qenë një skandal I vërtet, edhe pse unë kam pas mbajt tela për një vit e gjys. Tmerr. Dhe t'ja tregoj tani. Shikoni pak rezultatin e dhëmbëve të mia për vetëm 5 muaj. Me maskerina edhe një zbardhim. Tani unë erdha të marr numrin 15 maskerinave, total kam 20. Bëj një kohë gjatë që s'kisha ardhur se kam qenë me pushime. Dhe I kam mbajtur edhe kur kam qenë jashtë, domethënë jam shumë korrekte. Këto janë çik hard, por nuk është problem, unë jam mësuar tani, nuk më bëjnë fare përshtypje, as mishi I dhëmbëve nuk më dhëmb më. Dhe për të gjithë ata që thonë, jo po I ke vënë, jo 18 vjeç, si mund t'i vesh dhëmbët ti, kush t'i ka vënë, kush është ajo doktoresh që të vendos dhëmb ty? Quhet Diana, por nuk mi ka vendosur. Jo thjesht mi ka qarë. Tani thjesht mund të dalë në rrugë e lumtur, mund të bëj foto shumë cute dhe tani e dini vendin, tek 9 Kaçe, Diana Dental, e keni te Google Maps, mund vini direkte, të leni takimin tuaj edhe kaq.